Kemi një ngërçe institucional që shpresojmë të zgjidhet mjaft shpejt. Kërkohet marrja e çelësave të Salzburg Box, por Salzburg Box është në funksion të shkollës, dhe kjo është problemi që ne nuk mund të qëndrojmë gjithë kohës për të marrë çelësat. Momentin, pastaj nuk ka një urdhër ligjor. Momentin që ka një shkresë ligjore, patjetër që mund të hapen dhe mund të bëhet procedura normale. Drejtorisha, autoritetet erdhën në një moment që këtu përveç Rojës nuk ishte asnjë antar të stafit. Pse kjo zgjedhje? Sipas jush? Sepse unë kërkova një shkresë ligjore për të bërë ndryrimin e Bravës, pasi unë nuk kam bërë asnjë shkresë ligjore që Brava është e prishur dhe duhet ndrohet. Mbi të gjitha në marrjen e Çelësit. Besoj që kësaj kohe ju ishit njoftuar nga Drejtoria e Kulturës, nga bashkia, nga ndonjë institucion tjetër lidhur me këtë hap që do ndërmerrni? Jo. Thjesht erdhën punëtorët, panë që donin të kërkonin ndryrimin e Bravës, fillimisht u lejuan, por qëllimi që të merren çelësat ishte e pa imagjinueshme, sepse ne jemi një institucion arsimor, një shkollë artistike, kjo sallë i shërben mbi të gjitha nxënësve. Ne kemi saxhot, mbaruam saxhot, kemi konkurse tashmë dhe thjesht në shërbim të nxënësve. Jemi të ides pa një aspekt ligjor ose një bazë ligjore, një dokument, sepse ne palëve të treta na vijnë me një shkresë nga bashkia. Kërkojmë një mail për çdo aktivitet tjetër që nuk është i shkollës dhe bëhet në këtë sallë. Tani çfarë po ndodh, që është policia bashkiake këtu? Policia bashkiake kërkon që të zbatohet ligjit, të hiqet Brava dhe unë kërkoj një bazë ligjore, një kërkesë zyrtare që të bëhet kjo gjë. Pasi ata nuk e kanë kërkesën zyrtare. Gjatë kësaj kohe ju keni komunikuar me bashkinë, me Drejtorinë e Arsim Kulturës? Na kanë thënë që duhet bërë dhe kaq. Zotëria ka qenë gjithë kohë drejtori i policisë të Durrësit. Kemi pas këto konflikte pasi unë nuk pranoj pas një bazë ligjore.